Tre skuadrat pretendente për kreun e tabelës, Bregalnica, Skopje dhe Shkëndija Raqinos kanë regjistruar fitore sipas planit, ndërsa Ohri pësoi humbje. Në derbin e kësaj jave në Autokoman, Skopje mundi 1-0 Ohrin, po me të njëjtin rezultat Bregalnica në Strumic mundi Bellasicën. Shkëndija Raqinos ka regjistruar fitore me shifra 8-2 kundër Bardarit në Negotinas dhe vazhdon të mbaj hapin e arritjes së objektivit për një nga 3 vendet e para që siguron kualifikim në elit, respektivisht balotazhin për kualifikim në ligën e parë. Në gjiron e 28, Shkëndija është mysafire e Bregalnicës në Shtip. Pas ndeshjeve të javës së 27, tabelën e kryeson Bregalnica me 64 pikë para Shkëndijës Raqinos dhe Skopje që kanë nga 62 pikë, ndërsa Ohri në pozitën e 4 me 59 pikë. Rezultatet e gjirës së 27, Skopje Ohri 1-0, Shkëndija Raqin Vardari Negotin 8-2, Bellasica Bregalnica 0-1, Osogova Kozhuvi 0-1, Detonit Plashkovica Kamenica Sasa 0-0, Sloga Binic Novaci 0-2, Pobeda Teteksi 0-3 dhe Kolemo Konjari Prespa 0-1.